Nesër mbaron kjo punë, mesazhi i tronditës i Naimur Selit për Granit Plavën para vrasjes së Liridonës. Në gjykatën themelore të Prishtinës ka vazhduar seanca gjyqësore për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, një ngjarje që ka tronditur opinionin publik në Kosovë. Për këtë rast i dyshuari kryesor është bashkëshorti i saj Naimur Seli, i cili po përballet me akuzat lidhur me organizimin e vrasjes së 30 vjeçares. Gjatë seancës është zbuluar një mesazh që sipas prokurorisë është dërguar një natë para vrasjes. Sipas deklarimit në sallën e gjyqit në 28 nëntor 2023, rreth orës 19:41, Naimur Seli dyshohet se i ka dërguar një mesazh Granit Plavës me përmbajtjen shok, me siguri nesër përfundon. Ky mesazh u lexua nga gjykatësia gjatë shqyrtimit të provave materiale. Sipas pretendimeve të prokurorisë, ky komunikim konsiderohet si një element i rëndësishëm që lidhet me ngjarjen që ndodhi një ditë më pas, ku Liridona Ademaj humbi jetën si pasojë të shtënave me armë zjarri. Megjithatë, i akuzuari Naimur Seli deklaroi në seancë se nuk i kujtohet ta ketë dërguar një mesazh të tillë duke mos e pranuar atë. Seanca u karakterizua me tension, ndërsa palët paraqitën qëndrimet e tyre lidhur me provat e administruara deri më tani. Prokuroria po përpiqet të dëshmojë se vrasja ishte planifikuar, ndërsa mbrojtja po kundërshton akuzat duke kërkuar verifikim të plotë të komunikimeve dhe rrethanave të paraqitura. Rasti vrasjes së Liridona Ademajt ka zgjuar reagime të shumta në opinionin publik, duke u cilësuar si një ndër ngjarjet më të rënda kriminale të viteve të fundit në Kosovë. Procesi gjyqësor pritet vazhdojë edhe në seancat e ardhshme, ku do të paraqiten dëshmi të tjera, ekspertiza teknike dhe dëshmitar që mund të hedhin dritë më shumë mbi rrethanat e ngjarjes tragjike.